Mirëmëngjes të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ të News 24, fillimisht që njoh me titujt kryesor. Tensione para kryeministrisë, policia heq çadrat e protestuesve të lëvizjes Shqipëria bëhet. Nicolas Maduro transferohet në qendrën e paraburgimit në Brooklyn, do përballet me akuzat për narkoterrorizëm. Gjykata e lartë e Venezuelës emëron Delcy Rodriguez presidente të përkohshme të vendit. Doktrina Monroe dhe ligji AUMF ku bazua presidenti Donald Trump për sulmin në Venezuelë. Kaos në Iran, shkon në 12 numri i viktimave pas protestave, 30 qytete paralizohen nga tubimet. Sërish trafik i rënduar dhe kaos në aksin Prenja-Elbasan, për të tretën ditë mjetet bllokohen në orë të tëra në rrugë. Vrasja e 67 vjeçarit nga Tritoli në Sahat, autori u pagua 1.000 euro, u zbulua nga rrobat që hodhi në lumë. Qytetarë të shumë protestuan këtë të diel para kryeministrisë në protestën e organizuar nga Shqipëria bëhet. Adriatik Lapaj akuzoi Ramën për korrupsion, ndërsa theksoi se me firmën e Ballukut janë vjedhur 50 milion euro. Mes qytetarëve dhe policisë pati tension dhe përplasje për shkak se protestuesit vendosën 2 çadra para kryeministrisë. Qytetarët u mblodhën këtë të diel para kryeministrisë në protestën e organizuar nga kreu i Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj. Gjatë fjalës së tij, Lapaj akuzoi kryeministrin Edi Rama për korrupsion. Jemi këtu për të kërkuar dorëheqjen e njeriut më të korruptuar në Europë. Edi Rama, ai tha se ka 83 mandate. Le ta marrim se Gjasnej ka fituar me dignitet, që s'është e vërtetë. Dhe unë kam për ju një konstatim e një pyetje. Aja dha popujt 83 mandate që ta vjedh, që ta përdunoj, që ta tau. Ato mandate sot kanë zero, sepse popuji e di vërtetën. Këta na vjedhin. Pas skandalit me çështjen Balluku, Adriatik Lapaj kërkoi drejtësi, ndërsa theksoi se me firmën e saj janë vjedhur miliona euro. Janë kapur gafil, duke vjedhur miliona, dhjetra, 100 miliona euro. Këta që kanë bler 10 milion euro çokolata, ndërkohë që buxheti kundër kancerit nuk është 10 milion euro në këtë vend. Këta që me një firmë të zvendës kryeministres kanë 53 milion euro, ndërkohë që fëmijët e kësaj republike dridhen në shkolla nga i ftohti se nuk ka naftë, por kaltarët. Protestuesit vendosën 2 çadra në trotuarin përpara kryeministrisë, që më pas u bë shkak për përplasjen mes policisë dhe qytetarëve. Sipas Lapajt, policia po intimidonte protestuesit duke i fotografuar. Tani aty mes punojësve me uniform ishin disa civil që vinde me kokore, vënde kapele që të mos i njohë njeri dhe bënin foto. Po për çfarë vjen ai si civil aty, ul dhe aty, vë dhe kapuçin u bë foto njerëzve, përse? Që të intimidoj. Adriatik Lapaj dhe mbështetës të tij prej afro një muaji kanë vijuar qendresën përpara kryeministrisë, ndërsa njoftuan se protesta kombëtare e radhës do të vijojë pas 2 javësh. Ndërkohë, disa orë pas vendosjes së çadrave të lëvizjes Shqipëria bëhet para kryeministrisë, ka ndërhyrë policia dhe i ka shkatëruar bashkë me bazë materiale që ndodhej aty, mes tyre edhe disa bombula ngrohëse me gaz që mund të kishin rrezikuar jetën e të pranishmëve nëse do të shpërthenin. Ndërhyrja është shoqëruar me tensione dhe përplasje verbale mes protestuesve dhe efektive. Kreu i lëvizjes Adriatik Lapaj reagoi me tone të ashpra ndaj efektivëve të policisë, duke i akuzuar se po veprojnë në ndikim politik. Lapaj sulmoi drejt për drejt zëvendës kryeministren Belinda Balluku, duke i quajtur atë hajdute dhe duke pretenduar se ndërhyrja e policisë
është bërë me urdhër të saj. Sipas tij, policia po përdoret kundër protestuesve paqësor dhe po shërben personave që nxisin dhunë. Lapaj përmendi emra të tjerë zyrtarësh të lartë, duke i akuzuar për nënshtrimin e policisë së shtetit ndaj interesave politik. Pas përplasjeve, policia shoqëroi disa prej protestuesve, mes tyre edhe një i mitur. Ndërkohë bëhet e ditur se disa prej tyre u dërguan më pas për kontrolle në spitalin e traumës. Lapaj deklaroi se pavarësisht dhunës së policisë, protesta do të vazhdojë pa ndalim, ku në vendin e çadrave do të vendosin 100 karrige. Zhvendosemi me lajme nga bota. Amerika demonstroi edhe një herë forcën e saj, këtë herë kundër Venezuelës. Presidenti Nicolás Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores, transferohen në qendrën e paraburgimit në Brooklyn në pritje të paraqitjes së tyre para një gjyqtari për të përballur me akuzat për narkoterrorizëm, trafik droge dhe përdorim të armëve të luftës. Operacioni jashtë Maduro filloi verën e kaluar kur Donald Trump autorizoi CIA të kryente operacione të fshehta në Venezuelë. Agjentët mblodhën informacione për lëvizjet e udhëheqësit të Venezuelës, studiuan bazat e tij të mbështetjes dhe rrjetin e tij të mbrojtjes. Sidoqoftë, Washingtoni lëvizi në 2 nivele. Nga njëra anë me një komplot spionazhi të thurur nga CIA dhe FBI, nga ana tjetër me një qasje politike. Pasi negociatat dështuan, ekipi politik i përbërë nga Rubio, sekretari i luftës Pete Hegseth dhe këshilltari i sigurisë Stephen Miller planifikoi sulmin në Venezuelë. Donald Trump e kishte miratuar planin me njëherë pas Krishtlindjeve, por kushtet e Këshillit të Motit e kishin bërë të këshillueshme që të prisnin. Moti i dur u gjykua mëngjesi i datës 3 janar. Mbi 150 avion u ngritën nga 20 baza të vendosura në kontinent, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara dhe në transportuese aeroplanësh. Vendosja e avionëve ishte mbreslënëse, një lloj shfaqjeje e fuqisë amerikane nga F-35 të bombarduesit B-1, si dhe dron dhe helikopter. Për Trumpin ky ishte sulmi më mbreslënës që nga lufta e dytë botërore. Avionët bombarduan 4 objektiva në Venezuelë, portin e La Guaira, aeroportin Higuerote, pozicionet e La Carlota dhe së fundmi objektivin e vërtet kompleksin ushtarak të Fuerte Tiuna, ku Maduro flinte me bashkëshorten e tij, Cilia Flores. Çifti presidencial ndodhej në katin përdes. Brenda 46 sekondash, sipas versionit të Trumpit, forcat Delta hynë në dhomën e gjumit. Maduro u përpoq të strehojë në një dhomë ngjitur, një lloj bunkeri me një derë çeliku. Gruaja e tij qëndroi në shtrat pa lëvizur. Agjentët e FBI-s i dorëzuan urdhër arrestin e lëshuar nga prokurorët e New Yorkut. Hapi më delikat ishte largimi i shpejtë i tyre, ngjitja në helikopter dhe dalja nga hapësira ajrore e Venezuelës. Një ekip i marinës amerikane priste pranë Bregdetit. Në orën 4:29 të mëngjesit, sipas orës lokale, helikopteri Apache u ul në kuvertën e anijes së madhe. Avionët e shoqërimit u kthyen në bazat e tyre dhe flota u drejtuan në Bregdetin amerikan. Trump postoi një foto të Maduros me pranga me një kostum grida me fytyrën gjysmë të fshehur nga syze diellit të mëdha. Nicolás Maduro dhe gruaja e tij Cilia Flores janë transferuar në qendrën metropolitan të paraburgimit, një burg federal në Brooklyn, në pritje të paraqitjes së tyre para një gjyqtari të hënëm për të përballur me akuzat. Burgu në Brooklyn ban të burgosur të profilit të lartë, nga bosi meksikan i drogës Joaquin El Chapo Guzman te Luigi Mangione, njeriu i akuzuar për vrasjen e drejtorit ekzekutiv të United Healthcare, nga reperi P. Diddy te Maxwell, e dashura e Jeffrey Epstein. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se SBA-ja do të drejtojë Venezuelën deri në kohën kur të mund të arrihet një tranzicion i sigurt. Ndërkohë, aktualisht në krye të Venezuelës, gjykata ka vendosur zëvendës presidenten Delcy Rodriguez, e cila theksoi se presidenti i vetëm i Venezuelës është Maduro. Për muaj të tërë administrata Trump kritikoi Maduron për atë që e quajti përfshirje të tij në transportin e drogës në SBA. Kjo rriti presionin me një grumbullim masiv ushtarak në Karaibe dhe një seri sulmesh vdekje prurse me raketa ndaj anijeve të dyshuara për transport droge. Maduro ka mohuar çdo përfshirje në trafikun e drogës dhe thotë se Trump dëshiron naftën e Venezuelës. Ndërsa shumë aleat perëndimor kundërshtojnë Maduron dhe thonë se ai vodhi zgjedhjet në Venezuelë në vitin 2024. Pati thirrje të shumta që SBA-ja të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe të zgjidhin krizën diplomatikisht. Disa ekspertë ligjor vënë në dyshim lishmërinë e një operacioni për të kapur kreun e shtetit të një fuqie të huaj, ndërsa demokratët, të cilët thanë se ishin mashtruar gjatë informimeve të fundit të Kongresit,
kërkuan një plan për atë që do të ndiqej. Ne do të drejtojmë vendin deri në kohën kur të mund të bëjmë një tranzicion të sigurt, të duhur dhe të mençur, tha Trump në një konferencë për shtyp në rezortin e tij Mar-a-Lago në Florida. Trump tha se si pjesë e marrjes së kontrollit, kompanitë e mëdha të naftës amerikane do të kthehen në Venezuelë, e cila ka rezervat më të mëdha të naftës në botë, dhe do të rinovonin infrastrukturën e naftës së degraduar rënd, një proces që ekspertët thanë se mund të zgjasë me vite. Trump tha gjithashtu se është i hapur për të dërguar forca amerikane në Venezuelë. Sa kaq nuk është ende e qartë se si Trump planifikon të mbikëqyrë Venezuelën, forcat amerikane nuk kanë kontroll mbi vendin dhe qeveria e Maduros duket se jo vetëm që është ende në krye, por nuk ka asnjë dëshirë për të bashkëpunuar me Washingtonin, njofton Reuters. Zëvendës presidentja e Maduros, Delcy Rodriguez, u shfaq në mediat në Venezuelë pas ditës të shtunën me zyrtar të tjerë të lartë për të dënuar atë që ajo e quajti rrëmbim. Ne kërkojmë lirimin e menjëhershëm të presidentit Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij Cilia Flores, tha Rodriguez, duke e quajtur Maduron presidentin e vetëm të Venezuelës. Një gjykatë venezueliane urdhëroi Rodriguezin të merrte pozicionin e presidentes së përkohshme. Trump nuk tha se kush do të udhëheqë Venezuelën kur SBA të heqin dorë nga kontrolli, por duket se përjashtoi mundësinë e bashkëpunimit me udhëheqësen e opozitës dhe fituesen e çmimit Nobel për paqe, Maria Corina Machado, e cila shihet gjerësisht si kundërshtarja më e besueshme e Maduros. Ajo nuk ka mbështetjen apo respektin brenda vendit, theksoi Trump. Në rastin e Venezuelës, Donald Trump i është kthyer doktrinës Monroe e shpallur në vitin 1823 që bazohet në parimet themelor të politikës së jashtme Amerika, Amerikanëve dhe Amerika Latine si hemisferë e saj. Qeveria amerikane po përdor një ligj autorizimi për përdorimin e forcës ushtarake të miratuar në vitin 2001 pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Këto dispozita lejojnë veprime të menjëhershme pa miratim parlamentar. I paraqitur kryesisht si një akt mbrojtje ndaj popullit amerikan kundër një regjimi venezuelian që kërkon të destabilizojë Shtetet e Bashkuara duke eksportuar drogë dhe kriminal të liruar nga burgjet e Maduros, sulmi i Shteteve të Bashkuara në Venezuelë ka mbi të gjitha një rëndësi gjeopolitike me ndikime të thella edhe në ekonomi. Në rastin e Venezuelës, Trump i është rikthyer doktrinës Monroe e shpallur në vitin 1823. Kjo doktrin bazohet në parimin themelor të politikës së jashtme Amerika e Amerikanëve. Aso kohë me këtë doktrin synohej zhvendosja e fuqive koloniale europiane. Në vitet 80, SBA e riinterpretoi doktrinën Monroe me pretendimin ndaj Amerikës Latine si hemisferë e saj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duket se po i referohet kësaj epoke dhe do të rivendos dominancën e Shteteve të Bashkuara në rajon. Venezuela prej kohësh është bërë një furnizuese kryesore e naftës bruto për kundërshtarët e Shteteve të Bashkuara, Kinën, Rusinë dhe Iranin, si dhe Kubën. Kjo situatë është e patolerueshme në sytë e Trump. Presidenti amerikan ka përdorur trafikun e drogës si shpjegim për presionin në rritje që ka ushtruar ndaj Venezuelës që nga muaji gusht. Qeveria amerikane po përdor AUMF, një ligj autorizimi për përdorimin e forcës ushtarake të miratuar në vitin 2001 pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 nga Al-Qaeda në New York dhe Washington. Këto dispozita lejojnë veprime të menjëhershme pa miratim parlamentar kundër organizatave terroriste që kërcënojnë Shtetet e Bashkuara. Ky ligj u përdor nga administrata Bush për sulme kundër talebanëve dhe Al-Qaedës dhe më pas në vitin 2003 kundër Irakut. Washingtoni deklaron se sulmet ndaj anijeve të huaja në ujërat ndërkombëtare dhe ndërhyrje drejt për drejt kundër diktatorit venezuelian janë legjitime sepse nuk janë akte lufte, por operacione kundër terrorizmit. Trump në fakt e ka ulur Maduron nga udhëheqës venezuelian në narkoterrorist, duke deklaruar se ai personalisht kryeson Cartel de los Soles, një organizat trafikimi droge e shpallur organizate huaj terroriste nga qeveria amerikane. Në Iran vijojnë protestat prej 7 ditësh për shkak të inflacionit në rritje. Grupet e të drejtave të njerëzit njoftuan se të paktën 4 persona u vranë të shtunën gjatë demonstratave, të cilat janë shoqëruar me përplasje të forta mes protestuesve dhe forcave të sigurisë në Iranin perëndimor.
Prej rreth 7 ditësh qytetarët vijojnë të protestojnë në Iran për shkak të krizës ekonomike, duke paralizuar disa qytete në vend. Grupet e të drejtave të njerëzit njoftuan se të paktën 4 persona u vranë të shtunën, gjatë protestave të cilat janë shoqëruar me përplasje të forta mes protestuesve dhe forcave të sigurisë në Iranin perëndimor. Numri i viktimave që në nisje të protestave ka arritur në 12, përfshirë edhe anëtar të forcave të sigurisë. Protestat masive të nxitura fillimisht nga kostoja e jetesës filluan me 28 dhjetor në Teheran, ku tregtarët mbyllën dyqanet e tyre dhe shehen proteste kundër rënies ekonomike. Sa kaq, udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei u zotua të mos dorëzohet pasi presidenti i SBA-s Donald Trump kërcënoi se do t'u vinte në ndihmë protestuesve, ndërsa grupet e të drejtave të njerëzit raportuan një rritje të ndjeshme të arrestimeve pas ditëve të trazirave të shkaktuara nga inflacioni në rritje. Khamenei theksoi se Republika Islamike nuk do t'i dorëzohet armikut dhe tha se protestuesve u duhet treguar vendi. Presidenti amerikan Donald Trump tha të premten se SBA-ja ishte e gatshme të mbronte protestuesit, por nuk specifikoi se çfarë masash mund të ndërmerrnin kundër Iranit, ku kryen sulme ajrore verën e kaluar duke u bashkuar një fushate izraelite që synonte centralet bërthamore dhe udhëheqësit ushtarak të Iranit. I rikthemi informacioneve në vend ku për të tretën ditë me radhë aksi kombëtar Prenjas Librazh dhe Elbasan po përballet me paralizim të qarkullimit. Radhë kilometrike automjetesh ka kryesisht te kthesa Murrashit dhe te kthesa Dragostunjës për shkak se punimet për rrugën janë ndërprerë dhe aksi është i amortizuar. Disiplinimi i qarkullimit mbetet i vështirë për shkak të numrit të madh të automjeteve dhe gjendjes së rrugës ku janë kryer punime për zgjerimin e saj pjesë e korridorit të 8. Për të mësuar më shumë detaje lidhur me situatën, do të lidhemi tani me gazetarin Fatmir Popja që ndodhet në terren. Fatmir, të përshëndes, si paraqitet situata në këto momente në këtë aks? Rruga kombëtare që lidh Tiranën me Jug-Lindjen përbën një nga arteret më të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare që po shkon qytetin Elbasanit, Librazhit, Prenjasit, Pogradecit dhe Korçës, që lidh vendin tonë nëpërmjet pikës kufitare të qaftanës me Maqedoninë e Veriut dhe nëpërmjet Kaspicës me Greqinë. Por fatëkeq në këto ditë para të vitit 2026, situata e qarkullimit në të gjithë këtë segment rrugor paraqitet mjaft problematike dhe duke krijuar një nga situatat më të paparandosur në rrugët e vendit tonë. Edhe gjatë ditës sotme në të gjithë gjatësinë e kësaj rruge që lidh qytetin e Shqipërisë me Juglindjen e vendit, qarkullimi ka qenë krejt i vështirë, shpeshherë i ngadalësuar dhe në mjaft segmente të ndryshme ka qenë i pamundur për një projekt stabilisht të gjatë. Edhe në këto momente që flasim, qarkullimi është për mjaft i dendur në të gjitha këto akse rrugore të lidhur në kryeqytetin në rajonin e Juglindjes. Një situatë mjaft e vështirë paraqitet edhe për autoambulancat në raste të emergjencave shëndetësore, të cilat kanë qenë të shumta dhe gjatë ditës së sotme pasi qarkullimi i automjeteve të ambulancave ka qenë shumë i vështirë për shkak të qarkullimit të bllokuar në shumicën e segmenteve rrugore. Situata më e rënduar është paraqitur gjatë ditës sotme në përgjatë luginës shkumbimit, sidomos në zonën e kthesave të Murrashit, kthesave të Dragostunjës dhe të kthesave të Pishkashit. Një prej faktorëve që ndikon së tepërmi është mungesa e një bypassi në qytetin e Elbasanit, por edhe punimet që janë kryer nga firmat të cilat punojnë për zgjerimin e një pjesë të madhe të këtij akse rrugor, siç është zona midis Elbasanit, Librazhit dhe Librazhit dhe Hotolistit, ku nga punimet e kryera janë hapur rrugët dytësore, të cilat janë tërësisht amortizuara dhe me gropa, që natyrisht shkaktojnë vonesën e qarkullimit në automjeteve, por edhe vështirësi të shumta, sidomos në segmentet rrugore ku ka kthesa. Ndërka që edhe disa segmente të tjera janë vështura për shkak të punimeve dhe të gjithë këto faktorë shtokuar fluxin e jashtëzakonshëm të automjeteve të cilat vinë nga Juglindja drejt kryeqytetit, por dhe ato nga kryeqyteti që shkojnë drejt Juglindjes e pas drejt Greqisë, pra familjet shqiptare të emigrantëve të cilët kanë qenë për pushimet e festave të fundvitit në Shqipëri. Pra janë një sër faktorësh të cilët kanë çuar në këtë kaos dhe në këtë
shekullin jashtë zakonisht të vështirë të automjetëve. Në 2 ditët e fundit rradhët kanë kaluar mbi 25 km, por edhe sot rradhët kanë qenë mbi 10 km dhe numri i automjetëve që qarkullojnë në këtë aks mendohet që i ka kaluar të 20 minuta. Aq sa sot urimi drejtuesve të automjetëve për njëri tjetrin ka shprehjeve tradicionale, udhtim të mbarë të sigurt ka qenë paçi sa më pak autokolona në rrugët që do të përshkoni më shumë durim dhe duhet të bëni kujdes që të mos ju zbrazen serbratorët e rrugës dhe depozitat e naftës dhe ato të gazit, pasi udhimi i parashikuar kalon 5 fishin e orëve të parashikuara për të mbritur në destinacion. Pra duhet të kesh një durim olimpik në këtë ditë para të fillimit të vitit për të përshkuar rrugët nga kryeqyteti në drejtim të qyteteve të Ljublingës. Pra një situatë e pazakontë që i ka bërë drejtuesit e automjetëve të përjetojnë në orë ankthi dhe ferri, sidomos të moshuarit dhe fëmijët të cilët nuk mund të vëllojnë një rrugtim kaq të gjatë që i ngjan një rrugimi nga Tirana në New York, Fatmir, të falenderoj për të gjitha informacionet që përcolle nga terreni, gjithashtu dhe për apelin që i bëre të gjithë drejtuesve të mjeteve. Fatmir, po më dëgjon? Nëse kete diçka të fundit për shtuar, po. Mendohet se do të zgjasë deri në orët e mesnatës, pasi rrallët e autokolonave të automjeteve janë mbi 15 km aktualisht nga kryeqyteti në drejtim të Ljublingës. Mirë, Fatmir, të falenderoj edhe një herë. Në jashtëzakonshme që bën policia rrugore, e cila është në forca të shtuara, ashtu si drejtuesit e automjeteve dhe ato përjetojnë orancit meri dhe një ngarkesë të jashtëzakonshme, pasi punojnë për 2 orësh në terren dhe disiplinën e qarkullimit. Për gjitha këto arsye është jashtëzakonisht e vështirë. E qartë, Fatmir, të falenderoj për gjitha informacionet që përcolle nga terreni, të përshëndes. News 24 zbulon detajet e reja nga hetimet e kryera për vrasjen me tritol të 67 vjeçarit Hysni Ymeri në Shkodër. Hetuesit kanë arritur të zbulojnë rolet e 4 të arrestuarve, ndërsa mbetet ende mister se kush mund të jetë porositë si vërtet i krimit. Gerti Busha, personi që vendosi lëndën plasëse në paketën elektrike në hyrje të pallatit ku banonte viktima, dyshohet të jetë paguar 1.000 euro për të vendosur tritolin. Teksa 4 personat e arrestuar në Shkodër si autor të dyshuar për vrasjen me tritol të 67 vjeçarit Hysni Ymeri, pritet të dalin të hënën në gjykat për caktim mase sigurie. News 24 ka mësuar detajet të reja nga hetimet e kryera deri më tani. Njëri e prej të arrestuarve, Gerti Bushati, dyshohet të jetë paguar 1.000 euro për të vendosur lëndën plasëse në paketën elektrike të pallatit ku banonte Ymeri, më datë 27 dhjetor, 2 ditë para se të bëhej shpërthimi telekomanduar. Shuma e parave është gjetur dhe sekuestruar në banesën e tij. Nuk dihet nëse të riut i ishin premtuar para të tjera ose jo. Burime nga grupi hetimor konfirmojnë për News 24 se Bushati u tradhtua nga kamerat e sigurisë, teksa është fiksuar duke kaluar në zonë, por edhe gjatë kohës që ka ndërruar rrobat pasi vendosi lëndën plasëse. 27 vjeçari Bushati shfaqet i veshur me kominoshe, të cilat i kishte veshur sipër rrobave të tjera, dhe pasi largohet nga zona, heq kominoshet dhe i hedh në anë të lumit. E gjithë skema është fiksuar nga kamerat e sigurisë të një biznesi aty pranë, ndërsa rrobat e përdorura prej tij tashmë janë sekuestruar nga hetuesit. Në sajt të hetimeve të kryera, hetuesit zbuluan se ditën e ngjarjes në lagjen Manush Alimani ndodheshin edhe 2 të arrestuarit, Ergys Ibrahimi dhe Edison Hasaj. Grupi hetimor ka dyshime të forta se shpërthimi telekomanduar të jetë bërë nga Ergys Ibrahimi, sapo 67 vjeçari Hysni Ymeri ishte duke u ngjitur për në banesë. Fillimisht u dyshua se ngjarja ishte aksidentale për shkak të një defekti në rrjetin elektrik, deklaratë që më pas u kundërshtua nga OSHEE. Pas ngjarjes të dyshuarit u shoqëruan në polici dhe u mbajtën në përgjim ambiental nga policia, por pa e ditur këtë detaj, të dyshuarit kishin nisur të komunikonin me njëri tjetrin. Të arrestuarit nuk kanë konflikte direkte me viktimën, ndërsa hetuesit nuk kanë ende të qartë se kush është porositësi i vërtet i krimit, apo edhe motivi vrasjes së 67 vjeçarit.
Të arrestuarit do të përballen të hënën në gjykat për njësër veprash penale, si vrasja me paramendime kryer në bashkëpunim, shkatërimi i pronës me eksploziv, armbajtje e pa leje, prodhimi dhe shitja e narkotikëve e kryer në bashkëpunim dhe prishja e qetësisë publike. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në Klos të Matit. Një shtetas 66 vjeçar identifikuar si Xhemal Zhugu, teksa ka tentuar të kalojë lumin mat, është marrë nga rrjedha e fortë e ujit. Trupi i pajetit i tij është gjetur disa kilometra më larg në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele. Në kërkime morën pjesë shërbimet e policisë, familjarët dhe banorët të zonës. Ishte bashkëshortja e tij që denoncoi në polici se me Xhemal Zhukun nuk ishte kontaktuar që prej mesditës të së shtunës, teksa kishte dalë nga banesa për të shkuar për vizita tek disa të afërm të tij me rastin e festave të fundvitit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike. Divorci mes djalit dhe bashkëshortes së tij u shndërua në kalvar vuajtjesh për të moshuarën Zhera Vllaçi nga qyteti i Kukësit, sepse pas ndarjes ish nusja i ka nxjerrë nga banesa. E moshuara thotë se për shkak të mungesës së dokumentit të pronësisë, banesa nuk u përpjestua nga gjykata pas divorcit, duke shkaktuar këtë ngërç. E moshuara pohon se djali i saj është gjymtuar pas një aksidenti dhe kanë të pamundur të përballojnë kostot e qeras. Mes djalit dhe bashkëshortes së tij u shndërrua në problem madhor për familjen e Zhera Vllaçit në Kukës, pasi nënë e birë janë nxjerrë nga banesa nga ishnusja. E moshuara rrëfen se djali i saj Filipi, pas një aksidenti rrugor humbi të dyja këmbët dhe me vështirësi të shumta, të dy jetojnë në një banesë të marrë me qira në lagjen numër 1 të Kukësit. Me vendim të gjykatës, shtëpia nuk pjesëtohet, vetëm pasuria. Shtëpia nuk i përket as djalit tem Filipit, as bashkëshortes, shtëpia është e jemja. S'ke letra aty? Letra shtëpia, kur me fjale kena kalu të gjali, me fjallë. Po. Jo me as një gjasqet, shtëpia vetjak. 10.000 jam të marrë të shtëpia, 126 të kredia, çdo muj. Shtëpia është e jeme, e kalova në emër gjalit, të jetoj me gjalin. Ajo nuk pranon. Zhera Vllaçi thotë se jetojnë në vështirësi të shumta ekonomike, ajsa për të siguruar ilaçet për të birin, është detyruar të marrë edhe kredi. Unë me gjalin e smur të shtëpia, që 7 vjetë, si po vuaj, plaka, vuaj pa shtëpi, me qira, plaka të pagu kredin me pensionin tem, gjalin e kam të smur, shtëpia jeme a zaptu, nga bashkëshortja e gjalit, nuk ma hap derën, ma ka ndru bravën. E moshuara Zhera Vllaçi u bën thirrje autoriteteve të ndërhyjnë për zgjidhjen e konfliktit dhe të rikthehen në banesën e tyre, pasi e kanë të pamundur të përballojnë kostot mujore të qiras. Një banesë është përfshirë nga flakët këtë të diel në fshati Murras në bashkinë e Elbasanit. Shërbimi i zjarfikës ka ndërhyrë dhe ka vënë në kontroll zjarrin duke shmangur për hapjen e flakëve në banesat përreth. Nga zjarri janë shkaktuar dëme të shumta materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, pasi 3 anëtarë të familjes që ndodheshin në banesë janë larguar menjëherë. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një pajisje elektroshtëpiake. Djegja e banesës në Murras është rasti i tretë në më pak se 24 orë në bashkinë e Elbasanit. Pas ditën e djeshme u shkrumbuan 2 shtëpi private në lagjen Aqif Pasha. Qindra njerëz morën pjesë në një mesh në Zvicër në kujtim të personave që humbën jetën në Crans-Montana gjatë natës së ndërimit të viteve. Autoritetet kanë bërë të ditur se mes viktimave ka 14 dhe 15 vjeçar. Qindra njerëz morën pjesë në një mesh në Crans-Montana këtë të diel për të përkujtuar viktimat nga zjarri i vdekjeprurës në një lokal natën e ndërimit të viteve, ku mbetën të vrarë 40 persona dhe u plagosën 119 të tjerë. Njerëzit qëndruan në të ftohtë në kujtim të viktimave, për të lutur dhe për të vendosur dule. Policia ka bërë të ditur se adoleshentë të moshës 14 dhe 15 vjeç ishin mes personave që humbën jetën.
Pjesa më e madhe e viktimave të identifikuara deri më tani janë shtetas nga Zvicra, Italia, Franca, Rumania dhe Turqia. Policia vazhdon të identifikojë viktimat dhe të hetojë shkakun e zjarrit, i cili shkaktoi një nga tragjeditë më të rënda në historinë e kohëve të fundit të Zvicrës. 2 persona që drejtonin barin janë nën hetim penal me dyshimin për vrasje nga pakujdesia. Hetimet fillestare treguan se zjarri që u përhap mes turmës ka gjasa të jetë shkaktuar nga fishek zjarre të vendosura në shishet e shampanjës, të cilat janë mbajtur shumë afër tavanit. Hetuesit po verifikojnë gjithashtu nëse shkuma izoluese e tavanit ishte shkaktare për përhapjen e shpejtë të zjarrit. Kemë bëritu kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bote, ftoj të vizitoni faqen balkanweb.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.